me një trajner jo të ri në mosh, por me një trajner me shumë eksperiencë, siç është zoti Ronaldo. Okej, objektivat tona mbeten, domethënë ekipi kombëtar tashmë e ka vendosur atë stekën apo nivelin në aty ku vërtet ne dëshirojmë dhe objektivat mbeten, ne jemi objektivat mbeten vendi i parë në Nations League dhe kualifikimi për në Euro 2028 pastaj për të vazhduar me objektivin e pa arritur asnjëherë për qenë pjesë e botrorit 2030. Tani unë nuk dua të zgjatem më, të falenderoj edhe një herë Silvion, Dorin dhe Pavlo Zabaletën për bashkëpunimin dhe për kontributin në kombëtaren shqiptare. T'i uroj suksese trajnerit Rolando Maran me ekipin kombëtar shqiptar. Unë në fakt nuk bëra CV-n e zotit Maran, sepse është një emër i njohur i futbollit evropian, ka një eksperiencë 25 vjeçare në fushën e trajnimit, duke trajnuar skuadra të rëndësishme në seri A dhe B italiane, dhe jam shumë i bindur që do të bëjmë mirë në Nations League dhe në kualifikuese. Faleminderit edhe një herë për prezencën.